Dasma e djalit të Josefina Topallit nuk ka mbetur pa u komentuar edhe nga një ndër militantët më të mëdhenj të demokratëve, Ilir Renozi. Me një postim në faqen e tij në rrjetet sociale, ai me ironi thotë se Topalli mund të kishte kursyer 500.000 euro për të birin, por momenti kur e ka bërë dasmën nuk është ai i përshtatshëm. Unë nuk jam kundër dasmave dhe kundër luksit. Muhabeti është që këta mund të kenë biznes familjar dhe mund të harxojnë edhe 500.000 euro, edhe 1 milion euro. 500.000 euro bëjnë 500 milion lek, gjëra të vogla lek xhepi. Kjo i ka hequr minjan për djalin e saj 500.000 euro, apo 1 milion euro, që të bëjë dasmën. Pas nuk diskutohet fare kjo punë, po të mos e bëjnë dasmën këta, kush do e bëj? Muhabeti është me që momenti është i keq, në kuptimin që Rama ka fituar mandatin e 4, populli është i varfër, demokratët janë 12 vite rrugëve, sikur nuk shkon që të prishësh kaq lek dhe të bësh një dasmë luksi. Nuk ishte një dasmë luksi në Kallan e Shkodrës, ajo ishte e mrekullueshme. Dilte një super dasmë, thot Vrenozi ndër të tjera në reagimin e tij. Dasma e prezantuese Sindi Marina me Genar Topallin, djalin e ish kryeparlamentar në res Josefina Topalli, ka qenë një nga temat më të komentuara të ditëve të fundit, por vëmendjen e mori edhe komenti i moderatore sportive Eva Murati, ish partnerja e Genar Topallit në një nga videot e saj në TikTok. Pra, ti po na thua se nuk mund të doje një dasmë aq parallore dhe një djalë aq të edukuar dhe të pasur, e pyeti një komentues. Në dhimbje, Eva ju përgjigj: nuk dua që miliona shqiptar të më dëshirojnë vdekjen sepse po mburre me para që mund të jenë të vjedhura nga fondet publike. E di që më ndjek çdo ditë, por do ta bësh këtë një ditë pas dasmës tënde. Është më shumë se patetike. Por sot në një deklarat për Live from Tirana, Eva ka shpjeguar arsyeën e reagimit të saj. Besoj se shumë njerëz u ka ardhur si bomb, pasi nuk është në natyrën time të shkruaj kështu apo të merrem me deklarata të tilla. Më vjen keq për gjithë këta sepse era është totalisht në kurth. Ishte një përgjigje e kthyer pas provokimeve të një pasnjëshme në anglisht nga e njëjta adresë dhe për t'ia mbyllur gojën, u krijua një situatë e pakëndshme. E them me bindje kurth, sepse gazetat e morën në mënyrë të një pasnjëshme komentin, gjë që nuk kishte ndodhur më parë, fatkeqësisht, dhe pa dashur u bëra pjesë e një telenovele që realisht nuk dua të jem pjesë. Jetë të lumtur për të gjithë, ka thënë ajo në reagimin në saj pavarësisht të komentit që bëri në rrjetet sociale, duke tërhequr gjithçka që ka thënë.